Të katërt të tërë qielli ishte një territor ndaluar dhe I monopolizuar. Një hapësirë ku hyrja ishte e mundur vetëm me mbështetjen e miliardë dollarëve të investime, pilotëve elitar të trajnuar dhe infrastrukturë gjigande. Por në vitet e fundit, një zë I ri u dëgjuar në qiell. Një zë I ngjashëm me motorin e një kossi të barit, I qetë, I vazhdueshëm dhe një kossi I frikshëm. Ky zë ishte gjenimi I një avion luftarak të gjeneratës së 5, asnjë raketë krujz me vlera miliona dollarësh, ishte zëri një zogu më të vogël, më të thjeshtë dhe me rrezik të gjatë veprimi që shpalli fillimin I epokës të re në luftrat ajrore. Ky zë ishte I Shahid 136, një dron që fitoi famë në mes të luftës në Ukrainë dhe Rusi. Шахеды. Shahid 129. Shahid 136. Droni Shahed 136. Shahid 136 or a drone. Para se emri Shahed 136 të bëhej titulli I parë në media botërore, Irani për vite me radhë ishte fokusuar në dron, që kishin për detyrë vëzhgimin, monitorimin dhe ndonjëherë sulme të kufizuar. Një familje dronesh si Shahid 123, 129 dhe 131, secili një hap në zhvillimin e kësaj rruge, këta dron I përmbështesin logjikës klasike të rikthimit, fluturonin, kryen misione dhe ktheheshin në bazë. تمام فناوری‌های مربوط به توسعه این پهپادها در درون مرکز تحقیقات و سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه ما صورت گرفته. تمام گلوگاه‌های تکنولوژیک توسعه این پهپادها کاملا پشت سر گذاشته شده و امروز بچه‌های ما در نیروی هوافضا در خطوط مقدم فناوری‌های نوین پهپادها دارند کار می‌کنند. Por përvoja në terren dhe kufizimit operacionale I përballën projektuesin me një pyetje thelbësore. A duhet të jetë droni gjithmonë të kthehet? Dhe nëse kthehet, si mund të shfrytëzohet ky udhëtim pa kthim për të krijuar një dizajn më të thjeshtë, më të lirë dhe me rreze të gjatë? Përgjigjja e kësaj pyetje ndryshoi historinë ushtarake drejt municioneve që ende dhe dronëve vrasës, ku thjeshtësia nuk është më dobësi, por përkundazi avantazh. But if there's one nation that's cracked the code on modern drone warfare and built what might be the greatest drone in all of modern warfare, then that nation is Iran, and the world's perfect drone is the Shahed 136. Shahid 136 hyrë në fushë betejë me një trup në formë delta dhe një dizajn që më shumë se elegancë mbështeten në efikasitet operativ. Gjatësia e këtij droni është 3 metra 356 cm, ndërsa hapësira midis krave të tij arrin afërsisht 2 metra 95 cm. Trupi I gri është dotuar nga material që thithë reflektimin radar, duke e bërë të vështirë zbulimin nga radarët klasik. Në zemër të tij ndodhe një motor I thjeshtë me 5 pistona, një motor që I kujton shumë njerëz motorin një motociklete ose një kosise bari. Një tigo që psikologjisht është I bezdisshëm, por teknikisht tregon një gjë të qartë: thjeshtësi dhe mundësi prodhimi masiv. Ky dron përdor një antenë satelitore të mbrojtur me 16 kanale dhe navigim të kombinuar intercial dhe GPS për të gjetur rrymën dhe rrugën në qiell. Rrezja e tij e fluturimit arrin deri në 2000 km. Një nga mjeshtëritë e dizajnit të Shahedit është pavarësia nga pistat ajrore. Ky dron përdor sistemin Rato, lëshim me ndihmën e raketës, I cili lejon të ngrihet nga shina thjesht
apo edhe nga pjesa e pasme e një kamioni. Shpejtësia e tij arrin deri në 180 km/h, edhe pse kjo e bën më të lehtë për të goditur nga armët kundërajrore. Në këmbim, i jep një qëndrueshmëri fluturimi deri në 10 orë. Por arma e kryesore e tij është ekonomia. Çmimi i Shahed 136 varion nga $19,000 deri në $50,000. Kjo bëhet alarmante kur krahasohet me armët që e ndalojnë. Një raket Sidewinder kushton rreth $40,000, ndërsa Patriot deri në $4 milion. Imagjinoj një skenar sulmi të ngopur. Nëse 400 dronë sulmojnë njëkohësisht, sistemi Patriot duhet të lëshonte raketa me kosto totale deri në $1.6 miliard. Ndërsa kosta e prodhimit të 400 dronëve nuk kalon as $2 milion. Këtu lind një ekuacion i pamëshirshëm. Mbrojtja bëhet e falimentuar. Fillimisht mendoj se Shahed 136 ishte vetëm një gjuetar toksor, por më pas kjo logjik u zgjerua edhe në det. Droni që lëshoi nga kamionit tani mund të lëshojë edhe nga anijet dhe anijet luftarake. Tani çdo anije apo mjet tjetër mund të sulmohet me dron pa pasur nevojë në raketa apo pajisje të ushtarake. Në mjedisin detar, fluturimin në lartësi të ulët dhe sfondi kompleks i shfaqjes së ujit e bëjnë më të vështirë zbulimin e tij nga radarët, duke e kthyer në një mjet presioni dhe lodhje për mbrojtjen detare. Toxic gas located in the forward compartment. Commencing emergency blow. Efektiviteti i Shahed 136 ishte aq i madh saqë fuqitë ushtarake botërore filluan menjëherë ta kopjonin atë model. Rusia prodhoi versionin Gern 2. Shtetet Bashkuara të Amerikës nisën projektin Lucas me 17 nën projekte të tjera. Britania krijoi Sky Shark, më i shpejt por me rreze më të ulët. Kina prezantoi Sunflower 200, ndërsa Franca solli Nova Vector me kapacitet më të vogël dhe maj më të vogël bombe. Kjo shumëllëshmëri është dëshmi e suksesit të modelit iranian. They're usually white. The Russians painted them black. The ones that rained on to Israel were black. Irani nuk u ndal këtu dhe prezantoi Shahed 238 duke rishikuar rregullat. Këtë herë motori me pistona u zëvendësua me motor reaktiv. Tologu 10. Rezultati rreze rreth 120 km, shpejtësi 500 km/h dhe zhytje mbi 800 km/h. Shahed 238 ka një qëndrueshmëri rreth 2 orë dhe 3 versione. Versioni më negativ satelitor për objektiva fikse, versioni me kamera optike dhe termike për objektive në lëvizje, versioni antiradar për neutralizimin e sistemeve mbrojtëse. Koka luftarake standarde është 50 kg, por disa versione ruse Gen 3 pretendojnë deri në 300 kg. Peqa e ngritjes së tij është 380 kg, do të më thënë 50 kg më shumë se vëllai i tij, do më thënë Shahed 136. Në dizajn ai ruan formën delta, por përdor edhe 8 kontrollues hapash në vend të 4, duke rritur manevrshmërinë dhe përshtatjen me motorin reaktiv. Tani Shahedi nuk është një dron i avasht, është i shpejt, me një shpejtësi të madhe dhe me një distancë të madhe. Ajo që bëri familja Shahed nuk ishte thjesht krijimi i një arme të re, por
ndryshimi i logjikës së luftës. Një luftë kur nuk vendos vetëm superioriteti teknik, por raporti kosto-efekt, prodhimi masiv dhe lodhja e sistemit mbrojtës të armikëve. Me hyrje në det, këto dron e thyen flotën nga flotë gjuetare në objektiva të brishta që mund të jenë të shqetësuar nga dronët. Në fund, Shahed tregoi se për të ndryshuar rregullat e lojës nuk është nevojshme arma më e komplikuar. Mjafton të kuptosh më e mirë kundërshtari logjikën e fushë betejës.